Moderatorja bukuroshe Kiara Tito sapo ka ëmbëlsuar rrjetin me një foto të adhurueshme që ka realizuar së bashku me familjen e saj. Ajo shfaqet pranë fenomenit shkodran Louise Ailey dhe vogëlushës së tyre të bukur Luna Mari. Kiara e buzëqeshur pozon pranë bashkëshortit të saj ndërkohë që e ulur mbi një tavolinë qendron e vogla e tyre e veshur me një kostum të bardhë me pika të kuqe dhe jak duke dhuruar kështu një pamje që i ka shkrirë ndjekësit e tyre në komente. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tyre kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente të jetë pozitive dhe të ëmbla për të tre. Por sidomos për vogëlushen e tyre. Kiara e ka shoqëruar foton e ëmbël me një nënshkrim ku thotë: "Ejllat" dhe bashkangjitur ka vendosur një zemër emoji të bardhë. Sikur të mos mjaftonte gjithë dashuria që ata përcjellin me buzëqeshjen e tyre, moderatorja e dashur ka vendosur në sfond edhe këngën që shkodrani i zemrës i ka dedikuar bebushes së tij që ua ka marrë vëmendjen dhe zemrën të gjithë shqiptarëve. Postimi që Kiara ka bërë duket se po adhurohet pafund nga kushdo që e ka parë. Madje kjo foto po shpërndahet me një shpejtësi marramendëse në rrjet dhe duket që ka marrë vëmendjen e të gjithëve. Kjo nuk është fotoja e parë familjare që çifti i dashur ndan me publikun shqiptar, por çdo herë që ata publikojnë diçka reagimi është i njëjtë. Prej kohësh tashmë, Kiara dhe Luizi janë treguar të kujdesshëm në mënyrën si ndajnë copëza nga jeta e tyre me publikun, duke ruajtur privatësinë e vogëlushes, por pa e ndalur audiencën nga magjia që sjellin si familje. Madje të dy mundohen që të përcjellin sa më shumë ëmbëlsi dhe dashuri me bebushen e tyre që ua ka bekuar jetën dhe ua ka mbushur me shumë ndjesi të veçanta dhe shumë dashuri. Duket që edhe sot ata e kanë shijuar kohën me njëri tjetrin dhe janë munduar që këtë dashuri ta transmetojnë edhe tek publiku që i ndjek me shumë dëshirë dhe shumë ëmbëlsi. Kjo foto po qarkullon kudo nëpër rrjet dhe duket se po pushton të gjitha media. Buzëqeshja e familjes Ailey po infekton të gjithë shqiptarët që e kishin të nevojshme gjithë këtë ëmbëlsi.